2 Korik. Sa mirë e njeh Perëndin? Po, Perëndia është i madh, por ne nuk e njohim dhe numri i viteve të tij është i panjohshëm. Jobi 36:26. Është e pamundur të supozosh se e njeh Perëndin shumë mirë. Ai është personi më i rëndësishëm që ekziston, sepse Perëndia i krijoi të gjithë të tjerët dhe çfarë do rëndësie që ata kanë, i atribuohet atij. Çdo forcë, inteligjencë, aftësi ose bukuri që kanë qenjet e tjera vjen prej Perëndisë. Në çdo shkallë për sosmërie, ai është pafundësisht më i madh se personi më i mirë që ke njohur ndonjëherë, ose për të cilin ke dëgjuar. Duke qenë i pafundëm, Perëndia është pafundësisht interesant. Prandaj është e pamundur që Perëndia të jetë i mërzitshëm. Demonstrimi i vazhdueshëm prej tij i veprimeve interesante dhe inteligjente ka një natyrë vulkanike. Si burimi çdo kënaqësie të mirë, ai vetë të kënaq plotësisht dhe përfundimisht. Nëse nuk e përjetojmë kështu, ose jemi të vdekur, ose jemi të verbër apo sonambur. Prandaj, është e habitshme se sa pak përpjekje bëhen në këtë botë për ta njohur Perëndin. Do të ishte sikur presidenti i Shteteve të Bashkuara të vinte dhe të jetonte me ty për një muaj dhe t'i thoje thjesht një përshëndetje kalimthi pothuajse çdo ditë. Ose sikur të fluturoje me shpejtësinë e dritës me një anije kozmike për disa orë rreth diellit dhe sistemit diellor, dhe në vend që të shikoje nga dritarja, të luaje një lojë në kompjuter. Ose të ftonin të shihje aktorët, këngëtarët, sportistët, shpikësit dhe studiuesit më të mirë të bënin performancat e tyre më të mira, por ti të refuzoje të shkoje që të mund të ndiqe episodin e fundit të një serie televizive. Le të lutemi që Perëndia ynë pafundësisht madhështor t'i prek zemrat tona, të na i hap sytë për ta parë atë sa më plotësisht që mundemi dhe të përpiqemi ta njohim atë edhe më tepër.